Dy fjalë për Blendi Gonxhën, i cili mbrëm në rrjetet e tij sociale është munduar të denigrojë figurën time. E kuptoj që jeni në një hall shumë të madh, sepse dëshironi që të tërhiqni vëmendjen nga protesta historike dhe ta ktheni dhe ta kaloni atë në një reality show dhe në një Big Brother të vogël në rrjetet sociale. Por këtë nuk mund ta bësh dot kurrë, sepse që të bësh këtë duhet të jesh një artist. Mbase ti nuk je artist, po ndoshta mund të jesh një jetpist, kështu për koha do ta tregoj, sepse të jesh artist duhet bësh një vezë me dy verdha. Më vjen keq që gënjeshtra juaj u është kthyer në fes. Po si ore I gënjeni shqiptarët shumë me një pafytyrësi të papar? Po si ore I ka vetë nga puna? Po unë mora leje në institucionin e teatrit operës dhe baletit sipas ligjit dhe sipas kodit punës pa të drejtë rroge. Dhe kur u riktheva e gjeta veten pa punë, me grua shtatzane dhe me fëmijë të mitur. Dhe ju kam shkruar juve vetë personalisht, pse nuk ngrini një audit për rastin tim, për mënyrën se si jam heq nga puna, me arrogancë më të madhe më thatë. Nuk merrem unë me këto gjëra e me dhoma rrëfirmi. Shkoni në gjyq. Ta dish që kam shkuar në gjyq, e kam fituar gjyqin në shkallën e parë, dhe pikërisht në këtë gjyq kanë shkuar dhe 3 artistë tjerë që ish drejtoresha Hajdute I hoqin me të padrejtë nga puna. E kanë fituar gjyqin dhe dëmi ekonomik në dëm të shqiptarëve ka shkuar 200.000 euro. Këto 200.000 euro do t'i paguajnë taksapaguesit shqiptar më të varfër të Europës. E shikoni që nuk e keni kryer detyrën ashtu siç duhet, zoti ministër, se nëse do kishit pak dëshirë për t'i bërë mirë artistëve, do kishit hartuar dhe projektuar ligjin për statusin e artistit, që artisti mos të ndiej I dhunuar, mos të ndiej I poshtruar, po t'ishte një person dhe ta mbante kokën lart për drejtat e tija, e t'ishte sot në protest me mua. Ju kujtuat për rastin tim, zoti ministër, po sa herë kam ardhur unë tek ju, për t'ju takuar në ministri, dhe më keni shpërfillur dhe më keni refuzuar takim, po tani që shqiptarët derdhen në sheshin e kryeministrisë për të protestuar për padrejtësi që I keni bërë ju ririktheni në vëmendje kovën e famshme të Big Brotherit. E mbushi apo nuk e mbushi? Po mor po, e mbusha, po nuk e mbusha në orarin e punës. E mbusha, por e mbusha në kohën kur taksapaguesit shqiptar nuk paguanin për qëndrimin tim aty brenda, sepse kisha marrë leje, siç u thash pak më përpara. Nuk e mbusha as me vjedhje, po nuk e mbusha as me korrupsion. Për sa I përket bëjes, unë artistikisht kam 20 vite që jam bëje dhe kam kënduar në skenat më prestigjioze ku publiku më ka ndërtrokitur për 10 vite radhazi dhe çdo gjë në karrierën time e kam arritur vetë me mund e me djers pa ju lupir asnjë pushteti. Por çdo, sot unë dua të futem fizikisht në Europë. Por ju si qeverisë ma keni bërë pa mundur, sepse na e keni premtuar dhe nuk na e keni zgjidhur këtë punë, dhe mua më ka ardhur më I fundës. Dhe prandaj unë them që Europën duhet ta bëjmë ne këtu në Shqipëri, me politikanë të ndershëm, duhet ta bëjmë me njerëz punëtor dhe duhet ta bëjmë me atetar që e duan Shqipërinë. Tani po iki se do të shkojmë protestë.